Kryeministri Rama refuzon propozimin e Ilir Metës për një qeveri besimi. Ai thotë se mandatin e qeverisë e përcakton kushtetuta, ndërsa shprehet i gatshëm për negociata me opozitën, pa shkelur kustetutën dhe standardet demokratike. Koalicioni opozitari kërkon kryeministrit Rama të nisë dialogun. Opozita mirëpret propozimin e LSI-s, ndërsa konfirmon vendimin për të shkuar në zgjedhje vetëm me një qeveri teknike. Edhe Berisha i bën thirrje Ramës të negociojë pa kushte me Bashën. Tragedi në një familje në qytetin e Durrësit. Një 25 vjeçar vrau me Kalashnikov gjyshin e tij dhe më pas u vetvra. Dyshohet se ai po kalonte një periudhë të fortë depresioni. Shpërthejnë protestat në Beograd kundër zgjedhjes së Aleksandar Vučić në postin e presidentit. Mijëra të rinj dolën në rrugë duke kërkuar largimin e tij nga politika dhe duke akuzuar për manipulim të zgjedhjeve. UEFA pritet të ndryshojë sistemin e transferimit të lojtarëve me qëllim që t'i jap fund përqendrimit të hyjeve të futbollit në vetëm pak klube dhe të shmangë shpenzimet e larta. Zonja dhe zotërimi mbrëma dhe mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto çaste ne po nisim edicionin e lajmeve të orës 19:30 dhe fillimisht do të fokusohemi menjëherë tek politika. Kryeministri Rama ka refuzuar propozimin e Ilir Metës për krijimin e një qeverie besimi, duke i kujtuar se qeveria përfaqëson shumicën dhe mandati i saj i marrë me votë përcaktohet nga kushtetuta. Rama gjithashtu thotë se është i gatshëm për çdo zgjidhje me opozitën, me kushtin, thot ai, që të mos cënohet kushtetuta dhe standardet demokratike. DSI deklaron se vendi në këto momente ka nevojë në mënyrë të veçantë për një qeveri të besimit për zgjedhjet të gjithë pranuara nga të gjithë. Por këtë propozim të Ilir Metës për krijimin e një qeverie besimi për të shkuar në zgjedhje bashkë me opozitën, kryeministri Edi Rama e ka refuzuar. Në përgjigje të qëndrimit të shprehur mbrëm nga Ilir Meta, Edi Rama thot prerazi se nuk ka ndërmend të ndalet në rrugën që i ka përcaktuar mandati i marrë me votë, vetëm se opozita ka frikë nga vetingu dhe të hyjë në zgjedhje. E vlerësoi përpjekjen e bashkëkryetarit koalicionit qeverisës Ilir Meta për të kërkuar një zgjidhje që kënaq Partinë Demokratike. Edhe unë kam qenë dhe mbetem i gatshëm për çdo zgjidhje që ja lehtëson Partisë Demokratike rrugën për të kthyer në kuvend, votuar vetingun, vazhduar betejën e vet politike në shinat e kushtetutës e të lishmërisë dhe garantuar bashkë me ne që zgjedhjet e 18 qershorit jenë më të lirat e më të ndershme të zhvilluara ndonjëherë në Shqipëri. Qeveria jonë është angazhuar në një rrugë reformash tërësore. Kemi vendosur një bazë lishmërie për të bërë shtet në vend të rrëmujës së palishmërisë pa shtet. Kemi rikthyer rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike në vend të batakut të një ekonomie të zhytur në borxhe paralizuese e korrupsion mbytës. Dhe as do të kthehemi mbrapa, as do të ndalemi në rrugën që na ka përcaktuar mandati i popullit, pse një pakicë ka frikë nga vetingu dhe nga gjykimi i popullit në zgjedhje. Në reagimin e tij në Facebook, kryeministri shpreh i gatshëm për një diskutim serioz me opozitën për të gjetur çdo zgjidhje të mundshme me kushtin që ato të mos cënojnë kushtetutën. Rama i kujton aleatit ashtu si dhe kundërshtarit politik se qeveria është vullneti i shumicës, e përcaktuar si e tillë edhe në kushtetutë. Nëse Partia Demokratike kërkon një diskutim serioz me ne, jam i gatshëm të ulemi për të diskutuar që sot, edhe në çadër po të jetë nevoja. Dialogu ka qenë dhe mbetet gjithnjë zgjedhja ime e parë dhe unë kam qenë e jam i hapur për çdo kërkesë apo zgjidhje që nuk cënon kushtetutën e nuk bie ndesh standardeve demokratike. Kushtetuta jonë është shumë e qartë, zgjedhjet duhet të mbahen në 18 qershor. Kushtetuta është shumë e qartë, qeveria është vullneti shumicës. Nëse biem të gjithë dakord me kustetutën, unë jam i bindur se mund të biem dakord për gjithçka tjetër. Ilir Meta deklaroi pas mbledhjes së kryesisë së LSI-s se Edi Rama dhe Lulezim Basha duhet të heqin dorë nga qëndrimet përjashtuese dhe konfliktuale të dialogojnë për të gjetur një zgjidhje. Me propozimin e kryeministrit Rama për të gjetur zgjidhje brenda kornizave kushtetuese, topi mbetet sërish në fushën e Metës, që si zgjidhje vuri në dispozicion të gjitha mandatet e LSI-s, nga kryetari i kuvendit, mandatet e ministrave dhe të gjitha postet politike të përfaqësimit të saj. Në kampin tjetër, koalicioni opozitar e ka mirëpritur propozimin e Lëvizjes Socialiste për integrim, ndërsa ka konfirmuar edhe njëherë qëndrimin se opozita do të shkojnë në zgjedhje vetëm me qeveri teknike. Lulezim Basha i kërkon kryeministrit Rama që të heqë kushtet për nisjen e dialogut për të zgjidhur krizën.
Në një mbledhje të zhvilluar pas ditën e së martës, krerët e partive të opozitës konfirmuan vendimin se rruga e vetme e daljes nga kriza është krijimi i qeverisë teknike me mbështetje të gjerë politike e cila do të punojë për të realizuar kushtet për zgjedhje të lira e të ndershme. Koalicioni opozitare përshëndet hapin e hedhur nga LSI për të bërë pjesë e zgjidhjes së krizës dhe rikonfirmon gatishmërinë për të nisjen e dialogut politik për qeverinë teknike. Opozita fton kryeministrin Rama të heqë dorë nga kushtet dhe të vendosë sipas tyre interesat e vendit dhe qytetarëve shqiptar para interesave personale të pushtetit të tij. Edhe më herët gjatë takimit me protestuesit në Çadër, kreu i PD-s Basha tha se nuk do të pranoj pazare në kurisë të shqiptarëve. Një nga dy partnerët kryesor të koalicionit qeverisës ka bërë zgjedhjen e tij dhe ne i themi në qoftë se kjo zgjedhje është e sinqertë, mirë se vjen tek Shqipëria e para, shqiptarët parët. Nuk kemi kërkuar dhe as nuk kërkojmë pazare politike, aleanca të kurdisura në kurrizë të interesit qytetar. Basha theksoi se në mungesë reflektimi nga kryeministri, opozita do të vijojë rezistencën në shesh. Ne nuk do ta lëshojmë këtë shesh. Basha përsëriti se kjo javë do të jetë vendimtare për kauzën e opozitës për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ish kryeministri Sali Berisha e akuzon kryeministrin Rama se ndaj kërkesës së kreut të opozitës Lulzim Basha për dialog pa kushte, po përdor kushtet për bllokim dhe kushtetutën si mburoj. Berisha i bën thirrje Ramës të heqë çdo kusht dhe të përgjigjet thirrjeve të opozitës, por dhe të aleatit në qeverisje, të nisë menjëherë dhe pa kushte dialogun për zgjidhjen e krizës së rëndë të vendit. Berisha thot se në vitin 2007, pas kërkesës së Ramës, zgjedhjet u shtyn 3 muaj, vetëm për certifikatën e gjendjes civile, ndërsa sot, ai që ka mbushur vendin me drogë, banda dhe krim, mbron karrigën e tij duke thënë se shtyrjen e zgjedhjeve nuk ja lejon kushtetuta. Ndërkohë, deputetët e Partisë Socialiste shprehen kundër një qeverie të besimit. Ata thonë se ky kabinet ka marrë besimin me vot 4 vite më parë. Për deputetët e Partisë Socialiste, propozimi i LSI-s për krijimin e një qeverie të besimit nuk ka vend pasi kabineti aktual ka marrë besimin e 1 milion shqiptarëve 4 vjet më parë. Është sovrani ai që përcakton se kush do të qeverisë. Nuk janë tavolinat, por qeveria është qeveria e besimit, sepse ka marrë besimin parlament. Cila është qeveria e besimit? Ka një qeveri. Qeveria është aktuale, është duke punuar, çka qeveri e besimit. Qeveria ka besimin. E kujt? Qeveria ka besimin. Ka besimin e 1 milion shqiptarëve mjafton. Unë mendoj që shumë shpejt do të kemi një zgjidhje, e ndjeshëm jemi në terren elektoral, gjitha partitë kanë, gjitha forcat politike kanë drejt japin mendimin e tyre dhe të kërkojnë sa më shumë qoftë edhe për zgjedhje dhe të maksimalizuar votën e tyre. Ndërsa Dashamir Tahiri i PD-s thotë se zgjidhja vjen vetëm nëpërmjet dialogut. Është mirë që ka 40 ditë që opozita kërkon një dialog dhe mendoj që ky dialog do të zhvillohet më shpejt, do ishte më mirë. Deputetët e Partisë Socialiste thonë se zgjidhja duhet vijë vetëm në zbatim të kushtetutës së vendit. Kreu i Libras Ben Blushi në një takim me strukturat e partisë së tij ka bërë një tjetër propozim. Sipas Blushit, ata që kanë votat në parlament, përfshirë dhe LSI-n, nëse duan, mund të bëjnë një mocion për të rrëzuar qeverinë dhe ai do ta mbështeste. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vijon punën për përgatitjen e zgjedhjeve të 18 qershorit. Sot të KQZ vendosi ngritjen e 90 komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor. Në 5 prill do të konstituohen KZAZ-t e të gjithë vendit, ndërsa KZAZ-t e qarkut të Tiranës do të konstituohen në datën 6 prill. Ministri i Financave Arben Ameta është i bindur se Partia Socialiste i fiton edhe vetme zgjedhjet e ardhshme. Arben Ameta është i bindur se Partia Socialiste do t'i fitojë zgjedhjet edhe vetme. Gjatë gjithë kohës kur prezantoi analizën e ecurisë ekonomike për 3 muajt e parë të vitit, ai u referua planeve për mandatin e dytë të qeverisë socialiste. Edhe kur u pyet, ai mohoi që ky ishte një lapsus, ndonse shpreu besimin se LSI do të jetë në koalicion me socialistët. Unë, si çdo i gjallë dhe i vdekshëm, do bëja lapsus. Po në rastin konkret, nuk kam bërë lapsus. Partia Socialiste e Shqipërisë do të ketë një mandat
të dytë e mëtej dhe Aleanca do të ketë një mandat të dytë dhe mëtej. Kreu i financave nuk reshti së përsërituri domosdoshmërinë e reformës në drejtësi, si i kusht që ekonomia shqiptare të bëj para. I kujtoj qytetarët shqiptarë që ata që pengojnë reformën e drejtësi dhe vettingun, pengojnë rritjen e mirëqenies së tyre, pengojnë punësimin e tyre. Ahmeta ju shpreh bindur se shqiptarët do t'i japin socialistëve një tjetër mandat, pasi qeveria Rama arriti të përmbushte të gjitha zotimet në programin e saj. Kryetari i Bashkisë Tiranës Velia i thotë se 18 qershori do t'jetë një mundësi që qytetarët të vlerësojnë me vot punën e kryer si nga qeveria ashtu dhe nga bashkia dhe se Shqipëria nuk ka kohë për të humbur me qeveri teknike. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia shfrytëzoi inspektimin e punimeve në shkollën nëntëvjeçare Hoxha Tasim për të komentuar debatet e fundit politike në vend. Gjithë ata që sot kërkojnë qeveri teknike apo pushtet në tavolinë, duhet kujtojnë që deri dje e kishin Tiranën, mund të kishin bërë gjithë këto shkolla, gjithë këto punë. Dhe ajo shumë e rëndësishme mos u mbasi më kohë, dhe ajo unë besoj që njerëzit gjithmonë më shumë edhe në datën 18 qershor, po dhe në bisedat e përditshme, po vlerësojnë më shumë punën, një qeveri dhe një bashki që është e fokusuar ke puna, sesa llogjet, çadrat edhe fjalët që s'kan fund edhe s'kan as breqe. Velia i pa nga afër punimet e shkollës, e cila do të ketë 4 kate e pajisur me laborator, palestër dhe terene sportive. Sipas materialit të dërguar nga zyra e shtypit në Bashkinë e Tiranës, shkolla e re do të jetë gati në shtator. Sekuestrohen mbi 1 ton kanabis në Karaburun. Lënda narkotike u zbulua gjatë një operacioni të policisë së Vlorës së bashku me policinë kufitare dhe Guardia di Financën. Sipas policisë, lënda narkotike ishte paketuar në 96 pako të mallësive të ndryshme e destinuar për të trafikuar. Ajo u gjet rreth 10 metra larg bregut të detit. Nuk dihen poseduesit e saj, por policia po kryen kontrolle rreth zonës ku u gjet kjo lëndë narkotike. Ndalemi tani në qytetin bregdetar të Durrësit, i cili është tronditur sot nga një krim i dyfisht brenda familjes. Bëhet fjalë për një 25 vjeçar i cili ka vrarë gjyshen dhe më pas është vetvrarë. Një krim i rënd brenda familjes tronditi Durrësin mesditën e kësaj të marte. Ersi Curi vrau fillimisht gjyshen e tij Hurmat Curi dhe më pas qelloi veten me një plumb në gojë. Policia u njoftua për të shtëna me armë në banesën e familjes Curi nga banorët e lagjes. Në kohën kur blut kanë thyer derën, kanë parë të shtrirë në tokë 80 vjeçaren, ndërsa disa metra më tutje ishte i pajet 25 vjeçari. Sipas burimeve nga policia e Durrësit, autori i krimit jetonte vetëm me gjyshen e tij. Dyshohet se i riu po kalonte një periudhë depresioni, pasi nëna e tij jetonte në Itali, ndërsa babai Luan Curi u vra në një atentat në vitin 2010 në qytetin bregdetar. 25 vjeçari Ersi Curi kishte vetëm pak kohë që ishte liruar nga burgu. Në kohën kur ai ishte 14 vjeç në zonën e plazhit në Durrës, kishte vrarë një bashkëmoshatarin e tij. Ngjarja e rëndë kishte ndodhur në një lokal të muzikës Tallava pas një konflikti mes adoleshentëve. Për këtë ngjarje ai u dënua dhe u lirua një vit më parë.